Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith që e ka sjell Imam Ahmedi në musnedin e tij, thot: El anbiya'u ikhwatun li'allatin. Ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid. Profetët janë vëllezër për babë. Nënat i kanë të ndryshme, por fen e kanë pas një. Çfarë do të thotë ky hadith? Profetët kanë pas një fe, kanë pas një besim fetar. Por në rregullat ligjor kanë pas ndryshime. Pasi Allahu i lartësuar u ka shpallur ligjet profetëve në varësi të kushteve dhe të kohës ku jetonin, në përshtatje me kushtet dhe kohën dhe vendin dhe popullin ku ata jetonin. Se ligjet që ka shpallur Allahu i lartësuar janë në dobit njerëzimit, si për dunjë dhe për në ahiret. Për të realizuar të mirat për ta dhe për të shmangur të këqijat nga njerëzit. Ky është synimi i ligjeve të shariatit, që njerëzit mund të realizojnë të mirat në këtë botë dhe në ahiret, dhe të shmangen të këqijat në këtë botë edhe të shpëtojnë dënimet në ahiret. Ky është synimi i ligjeve të shariatit. Dhe duke qenë se njerëzit kanë jetuar në kohë të ndryshme, në vende të ndryshme, me kushte të ndryshme jetese, ligjet kanë qenë të ndryshme. Dhe kjo është mëshirë nga Allahu i lartësuar për njerëzit. Prandaj në një legjislacion të mëpasshëm janë abroguar ligje që kanë qenë pjesë e një ligji që Allahu i lartësuar ja ka zbritur një profeti më përpara. Shariati është i përkryer, është i përsosur, është i përshtatshëm për çdo kohë dhe për çdo vend. Dhe ky shariat i ka abroguar legjislacionet e profetëve të mëparshëm. Pra kuptuam që profetët kanë pas ndryshime në legjislacionet, sikur se kuptohet edhe nga hadithi i profetit sallallahu alaihi wasallam që e citova. Por besimin fetar e kanë pas një. Në tauhid s'kan pas ndryshim. Të gjithë kanë besuar Allahun një të vetëm, e kanë adhuruar Allahun një të vetëm, kanë besuar se vetëm Allahu e meriton adhurimin dhe askush e asgjë tjetër përveç tij. Pra, fjala la ilaha illallah ka qenë themeli besimit i fesë për të gjithë profetët, pa dallim, pa ndryshim. Dhe të gjithë profetët kanë ftuar në la ilaha illallah, që të adhurojmë Allahun të vetëm, pa i vënë shok atij. Asnjë nga profetët s'ka qenë idhujtar. Askush prej tyre nuk e ka pranuar shirkun. Kështu që bazat e besimit profetët i kanë pas një. Feja e tyre ka qenë një. Të gjithë kanë adhuruar Allahun një vetëm pa i vënë shok, kanë ftuar në tauhid. Të gjithë profetët i kanë besuar me lajket, librat, të dërguarit, e kanë besuar ditën e gjykimit, ringjalljen, xhenetin dhe xhehenemin, të gjithë profetët. Të gjithë kanë besuar kaderin e Allahut subhanahu wa taala. Kështu që në besim profetët kanë qenë një. Kjo është e para. E dyta, edhe ibadetet kryesore i kanë pas të gjithë profetët. Dhe bazat e ibadetit, namazin, zakatin, sadakan, agjërimin, madje edhe haxh kanë kryer profetët sipas ca haditheve të profetit sallallahu alaihi wasallam. Haxh në Mekë, Shabja. Por në detajat e kryerjes së ibadeteve kanë pas ndryshime.
shumë numrin e namazeve e të tjera gjëra. Por ama në namaz kanë qëndruar në këmbë, kanë rënë ruku, kanë rënë sejdë. Dhe në parimet e moralit profetët kanë qenë një. Nuk ka pas ndryshime në parimet e moralit. Të gjithë kanë respektuar prindërit, kanë ftuar për respekt për prindërit, për mbajtjen e lidhjeve me farefisi, për drejtësi dhe luftimin e padrejtësisë, për durim, thjeshtësi, bujari, turp, qenë turpshëm. Pra të gjithë profetët kanë pas moral të lartë dhe kanë ftuar në moral të lartë. Kështu që këto janë pika në të cilat puqen të gjitha shpalljet, të gjithë librat hyjnor. Ndërsa çështjet në të cilat ata kanë pas ndryshime kanë qenë normat ligjore. Çështjet ligjore, sikur se sqarova edhe pak më parë, Allahu i lartësuar thot në Kur'an: "Wa likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja." Gjithë secilit për jush, thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an, ne i kemi dhënë një shariat dhe një rrugë për të ndjekur, një metodë për të ndjekur. Edhe ajeti i surës Ash-Shura që po e shpjegoj, tregon se feja e profetëve ka qenë një. Feja të cilën Allahu lartësuar pa ka porositur gjithë profetëve ka qenë një. Shara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayk وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Allahu lartësuar u caktoi si fe atë që ja porositi Nuhut alayhi salam që ta shpalli ty Muhammed dhe që ja ka porositur Ibrahimit, Musait dhe Isait, për cilin ka urdhëruar Nuhun, ka shpallur Muhamedi alayhi salam, ka urdhëruar për të Musain, Ibrahimin, Musain dhe Isain, që ti përmbaheni fesë, domethënë tauhidit, besimit të drejtë, pastër. Wala tatafarraqu wala takhtalifu fihi, dhe mos keni kundërshtim në fe. Për kjo ka qenë feja në cilën kanë ftuar të gjithë profetët, që kanë ndjekur të gjithë profetët, ajo ka qenë feja islame, besimi i pastër, adhurimi Allahut një vetëm. Allahu shpëlbeft të mira, alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad.